Shqipërinë e duam gjithë një lloj. Në kohën kur diaspora shqiptare po bëhet gjithnjë më aktive në lidhje me vendin e origjinës, sfida jonë nuk është më vetëm pjesëmarrja në zgjedhje, por shndrimi i kësaj pjesëmarrje në përfaqësim real dhe ndikim konkret në vendimarrje. Po prezantoj të ftuarit, kam kënaqësinë që në këtë panel të kem kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, zotin Niko Peleshi, faleminderit. Zotin Afrim Gashi, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, zotin Marash Dukaj, ministër për administratën publike në Malin e Zi, zotin Taulant Balla, deputet i Kuvendit të Shqipërisë, kryetari i grupit parlamentar të mazhorancës, zotin Enkel Rexhepi, kryetar i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës. Faleminderit që jeni këtu prezant. Sigurisht, në fakt do doja që edhe për shkak të temës, të ftoja për fjalën hapse zotin Peleshi për të patur qasje të qartë dhe gjithëpërfshirëse në fjalën e tij. Kështu që do doja të ftoja kryetarin e Kuvendit zotin Niko Peleshi. Të nderuar kolegë, deputet nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Lugina e Preshevës, të nderuar anëtar të Këshillit Koordinues Diasporës, zonja dhe zotrinj, Samiti i Diasporës është një ngjarje e rëndësishme për Shqipërinë dhe kombin shqiptar. Të flasim në Tiranë për lartësimin e shqiptarëve bën kuptim më shumë se asnjëherë sot që Shqipëria ndodhet në prag të antarësimit në Bashkimin Evropian. Familjen prej nga kemi rënjët dhe prej nga buron identiteti ynë europian. Për më tepër Shqipëria, vendi am, po fiton sot një prestigj ndërkombëtar si promovuese e sigurisë dhe paqes, e vendosur në anën e drejtë të historisë. Sot që shqiptarët në rajon, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Luginën e Preshevës, janë pa dilema në krahun e europianizimit të rajonit tonë të Ballkanit Perëndimor, promotor të stabilitetit, sigurisë dhe paqes. Sot që shqiptarët në vendet e origjinës dhe në diasporë, në vendet pritëse dhe globalisht janë afirmuar si kontribues të shoqërisë demokratike, të institucioneve dhe vlerave të saj. Shqiptarët në botë janë sot një shëmbëltyr suksesi. Ju nuk jeni individët që ndihmuat familjet tuaja të mbijetonin, por një burim, faktor dhe partner të zhvillimit të vendit tonë. Sipas të dhënave të përpunuara nga Partneriteti Global për Migrimin dhe Zhvillimin, një grup pune i Bankës Botërore, rezulton se Shqipëria është e 30-ta në botë nga 172 shtete për sa i përket peshës së remitancave në ekonomi. Por kontributi i diasporës për Shqipërinë nuk janë vetëm miliarda euro që hynë në vit si remitanca nga emigracioni, e që për nga kontributi në GDP konkurojnë dhe plotësojnë investimet e huaja. Kontributi i diasporës është edhe kapitali njerëzor, profesional, arsimor, kulturor, social dhe i vlerave, që shqiptarët jashtë vendit rrezatojnë dhe sjellin atë në rrugë dhe forma të ndryshme. Shqiptarët nuk janë më komunitete emigrantësh që kërkojnë thjesht mbështetje, por qytetarë aktiv dhe të votuar si përfaqësues në jetën parlamentare, qeverisë, qendrore, vendore në vendet pritëse. Qindra mijëra shqiptar të diasporës së vjetër dhe të re janë pjesë e elitave kulturore, shkencore, sportive, e madje dhe politike në Europë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanada e plot vende të tjera. Përfaqësues të tyre na nderojnë edhe sot në këtë summit. Po lexoja këto ditë se vetëm në Michigan, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, 3 shqiptar kandidojnë për pozicione të larta përfaqësuese në Kongresin Amerikan, si dhe në qeverinë lokale të shtetit. Është detyra jonë, e Kuvendit, e qeverisë, institucioneve, shoqërisë civile, botës akademike, të ndërtojmë sinergji, një sinergji më efikase, e të gjejmë rrugë të reja, që këtë pasuri ta trupëzojmë më mirë në politikat dhe programet tona të zhvillimit.
ne kemi miratuar një legjislacion mbështetës dhe inkurajues për të drejtat e qytetarëve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, duke synuar lehtësimin e procedurave për shërbime publike, ruajtjen e gjuhës dhe të kulturës kombëtare, por dhe lehtësimin e integrimit të tyre në jetën e vendit. Në dhjetor të vitit 2025 miratuam ndryshimet e fundit në ligjin për diasporën, me të cilin synojmë që bashkëpunimin e shtetit shqiptar me komunitetet shqiptare jashtë vendit ta mbështesi me një legjislacion më të avancuar dhe më inkurajues. Marrëveshjet me 15 qeveri të vendeve pritëse të emigrantëve shqiptarë për pensionet dhe të tjera që presin të nënshkruajmë janë një pjesë e rëndësishme për garantimin e kushteve për jetesë cilësore dhe mirëqenie të komuniteteve tona që jetojnë jashtë vendit. Madje në ndonjë vend mik e partner si Italia, me ratifikimin e marrëveshjes midis dy qeverive në janar të vitit 2026, bashkëpunimi dypalësh për çështjet e diasporës është ngritur në nivelin e partneritetit strategjik. Ne në Shqipëri kemi qenë dhe jemi të vetëdijshëm për asimetrinë që ishte krijuar mes të drejtave për shërbime konsullore, ruajtjen e gjuhës dhe kulturës, mbrojtjen nga shteti shqiptar, informimin dhe përfaqësimin nga njëra anë dhe mundësisë reale për të ushtruar të drejtat kushtetuese të shqiptarëve nga diaspora në vendin e tyre amë. Legjislacioni për votimin nga jashtë, i miratuar në vitin 2024 dhe që filloi të zbatohej në zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar, krijoi mundësi dhe lehtësi praktike për të drejtat e tyre të zgjedhin dhe të zgjidhen në Kuvendin e Shqipërisë. Pjesëmarrja e lartë e votuesve nga jashtë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit të vitit 2025 ishte një tjetër dëshmi e dëshirës, vullnetit dhe angazhimit të diasporës për të kontribuar në zhvillimet politike në Shqipëri. Të nderuar miq, të nderuar bashkëdhetar, me gjithë këto zhvillime pozitive, ende nuk mund të themi se e kemi gjetur rrugën tonë, formulën tonë shqiptare për të ardhmen e sigurt dhe të qëndrueshme të kombit shqiptar. Formulën që duhet i mësohet çdo shqiptari sapo lind, e kudo që lind, e që transmetohet kështu si testament nga brezi në brez. Bota po ndryshon me shpejtësi, rreziqe të mëdha i kanosen kombeve, shteteve edhe vetë njerëzimit, si pasojë e ndryshimit të ekuilibrave ndërkombëtar që po prishen dhe revolucionit teknologjik që po transformon çdo aspekt të jetës. Si gjithmonë në histori, kohët e ndryshimeve janë edhe kohë mundësish. Ku e gjejmë veten ne shqiptarët kur e shohim botën dhe njerëzimin nga optika e këtyre zhvillimeve? A duhet të kemi një narrativ të përbashkët unifikuese dhe nëse po, a mund të themi se e kemi gjetur? Një gjë është të mendosh edhe të ndihmosh vendin tënd për nostalgji, për patriotizëm, dhe një gjë tjetër është të mendosh si bashkëdhetar i historisë së re të kombit. Pikërisht këtu mendoj se fillon nevoja për një meditim kombëtar. Shqiptarët në diasporë janë qytetarë të vendeve ku jetojnë, ata janë pjesë e natyrshme e zhvillimeve dhe sfidave të atyre vendeve, por të gjithë kanë me vete një copë Shqipërie. Ajo Shqipëri heri ka bërë krenar, heri ka mërzitur, por ka qenë dhe do të mbetet gjithmonë aty. Unë jam i bindur se kjo është gjëja më e bukur e çdo shqiptari në diasporë. Është një motiv që e mbush dhe e bën të realizohet sa herë që e prek. Është një burim i kujtimeve që sa më shumë kalon koha, aq më të bukura bëhen. Çështja është si ta bëjmë atë pjesë Shqipërie jo vetëm një burim kujtimesh, por dhe një burim ëndrash. Ndryshimi i sistemit me gjithë çorodin shpirtërore pas viteve 90, që e pasoi në këto dekada, na shtyu drejt zgjedhjeve individuale, por na dobësoi lidhjet njerëzore. Sot është momenti historik për një klim të re shpirtërore. Shqipëria mund, duhet dhe ja vlen të jetë jo vetëm jeta juaj e shkuar, por edhe jeta e ardhme. Të mendojmë së bashku për të ndërtuar këtu në Shqipëri mundësi pune, sipërmarrje dhe karriere për të gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe në botë që duan të jetojnë një jetë me mision.
Shqipëria ka vënd dhe mundësi për gjithë shqiptarët. Kthimi diasporës në Shqipëri duhet të jetë narrativa jonë kombëtare. Frymëzuar nga dashuria për Shqipërinë, nxitur nga mundësitë që ofron ky moment historik për Shqipërinë, mbështetur nga potenciali për të ndërtuar një histori suksesi që do ta ndihmonte këtë komb të kapërcente kohën dhe të përqafonte të ardhmen. Le ta fillojmë me disa detyra imediate, ku ka nevojë për të gjithë. Të mbështesim intensivisht procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke përcjellë te bashkëqytetarët tuaj në vendet anëtare të Bashkimit Evropian të vërtetën tonë, vokacionin tonë historik perëndimor. Ata një ditë, jo larg nga sot, do të duhet të votojnë drejt për drejt në referendume apo përmes përfaqësuesve të tyre në parlamentet respektive për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ta përsërisim në çdo takim, në çdo mjedis europian dhe botror, domosdoshmërinë e njohjes së plotë të Kosovës, antarësimit të saj në të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe integrimit të saj në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Të flasim pa u lodhur dhe me kokën lartë për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, Luginën e Preshevës e në Malin e Zi, të intensifikojmë bashkëpunimin parlamentar mes deputetëve shqiptarë në rajon, të unifikojmë botën tonë akademike, e të forcojmë lidhjen ndërmjet universiteteve shqiptare, të hapim universitetet tona për të përthithur kontributin e mirë a ekspertëve shqiptarë në diasporë. Vetëm në një program të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, janë regjistruar mbi 4.000 ekspertë shqiptarë të nivelit doktor shkencash, PhD, e lartë, të gatshëm për të kontribuar. Të forcojmë lidhjet ekonomike dhe të blejmë Shqip. Nëse tokë fjalëshi Shqipëria, vendi i mundësive i 10 milion shqiptarëve, u mësohet fëmijëve kur lindin dhe përsëritet gjatë gjithë jetës, një ditë ai do të ndodhë. Ju faleminderit. Falenderojmë zotin Peleshi. Tani është radha për një tjetër fjalë për të ngjitur në podium. Do të ftoj zotin Afrim Gashi, kryetarin e Kuvendit të Maqedonisë Veriut. Vëllezër e motra, të nderuar miq, i nderuar Niko Peleshi, kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, nderuar Tauland Balla, Enkel Rexhepi, kryetari i Këshillit Kombëtar të Luginës së Shqiptarëve, Luginës së Preshevës, nderuar ministër në qeverinë e Malit Zi, miku im Marash Dukaj, gjithashtu dua ta përshëndes gazetarin dhe moderatorin, pa të cilin nuk mund ta mirja fjalën. Më lejoni ta përshëndes kryetaren e komunës së Preshevës, Ardita Sinani, deputetin e Luginës në Parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberin, gjithashtu ta përshëndes edhe mikun tim Nikol Camaj, nën kryetarin e Kuvendit të Malit Zi. Dhe gjithve, miq, faleminderit shumë që jeni këtu bashkarisht. Unë falenderoj fillimisht shtetin shqiptar për një organizim të këtillë dhe falenderoj kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë për mundësinë që të jem pjesë e këtij paneli dhe t'i drejtojmë këtij auditori kaq të nderuar e të respektuar. Më lejoni që në fjalën time të ndalem në disa segmente dhe fillimisht duke dashur që të kem pak edhe qasje akademike, desha të bëj dallimin mes fjalëve diaspor dhe mërgat. Ju e dini që fjala diaspor ka një preardhje nga Greqia e vjetër, nga greqishtja e vjetër, dhe kur e zbërthen kuptimin e saj, është far e shpërndar diku. Dhe natyrisht se ky term ka gjetë vend në gjithë fjaloret akademike kështu me radhë dhe është sakt që përdoret në këtë mënyrë, po mua më shumë më pëlqen fjala mërgat dhe është edhe shqipe dhe ka kuptimin e njëjtë dhe prandaj do të mundohem që ta përdor më shumë këtë term edhe në kuptimin që mërgata është diçka që e ndjejmë më të afërt dhe shpresojmë se i kthejmë lidhjet tona me këtë pjesë që na ka ikur jashtë vendit që të kthehen sa më shpejt në vendlindje.
duke e analizuar gjithashtu arealin dhe gjeografin shqiptare, dhe duke e ditur se sidomos në shekullin 20, Shqipëria, Kosova dhe shqiptarët në ish Jugosllavi kanë jetuar në sisteme të ndryshme politike. Arsyet që kanë sjellur deri te mërgimi e shpërngulja kanë qenë të ndryshme. Prandaj, pa e kuptuar mirë cilat janë arsyet e shpërnguljes dhe të mërgimit, nuk mund të arrijmë te konkluzioni dhe të qëllimi ynë i gjitha shteteve tona dhe institucioneve të vendeve tona që i përfaqësojmë, se si mund ta bëjmë rilidhjen dhe rikthimin e qytetarëve tanë të cilët me gjenerata të tëra e kanë braktisur vendin e tyre dhe jetojnë jashtë atë dheut të tyre. Në analizën time më del se shpërngulja nga shteti shqiptar kryesisht ka ndodhur pas viteve 90 dhe kjo është kryesisht për arsye ekonomike. Në Kosovë ka një kombinim të faktorëve, po prevalon faktori politik, ai i shpërnguljes dhunshme i cili fillon viteve 90 me regjimin e Miloševićit, ndërsa tek shqiptarët e Maqedonisë është gjithashtu një kombinim i faktorëve edhe ekonomik, edhe politik, edhe institucional. Andaj, pa e parë këtë diversitet të arsyeve pse ka ndodhur mërgimi dhe shpërngulja, nuk mund të arrijmë deri te qëllimi joni, të cilën besoj gjithë e kemi, të krijojmë kushtet në vendet tona, në shtetet tona, që jo vetëm të krijojmë kushte të dinjitetshme për njerëzit të jetojnë në vendin e tyre, por edhe ta presim edhe ditën kur njerëz tanë, vëllezër e motra tona, të realizuar mirë në vende të ndryshme të botës, do vendosin të kthehen në vendlindje, të kthejnë familjet e tyre dhe ta kthejnë procesin demografik aty ku duhet dhe ku gjithë kemi dëshirë ta shohim shqiptarë. Dhe nëse duam të kemi një emërues përbashkët të gjitha politikave, pse ekziston gjithë ky pluralitet i politikave rreth një koncepti, në fund mund me lehtësi të konstatojmë se synimi ynë padyshim është njeriu. Gjithë shteti, gjithë institucionet, gjithë proceset demokratike në një shtet zhvillohen, ekonomia, arsimi, kultura, gjitha këto, që ne të krijojmë kushte të dinjitetshme në vendin tonë që njerëzit të mund t'i gëzojnë këto të mira. Prandaj nuk duhet ta humbim asnjëherë fokusin se pse ekzistojnë shtetet dhe cili është qëllimi kryesor i politikave që duam t'i ndërtojmë. Pra pa njerëzit do të ishin të kota gjitha politikat që ne i ndërtojmë. Andaj kjo gjakderdhje, po them, demografike që po na ndodh viteve të fundit, kryesisht tashmë për arsye ekonomike, por edhe për arsye të mungesës së sundimit të ligjit, të zhvillimit demokratik të institucioneve, të politikave arsimore, shëndetësore, kulturore, duhet t'i gjejmë një zgjidhje, për shkak se nëse vazhdojnë këto trende, situata në vendet tona do t'jetë alarmante. Mendoj se është shumë mirë që po takohemi në një summit këtill dhe të bëjmë në diskutimet e tona të apelojmë dhe të alarmojmë për gjendjen në cilën janë sot po jetojnë gjeografit tona, shtetet tona dhe problemi cilin mund të nënvizohet si më i madhi, sipas meje është natyrisht kjo shpërngulje e njerëzve dhe mbi gjitha viteve të fundit ajo që e karakterizon edhe më shumë shpërnguljen është ikja e trive dhe ikja e trive më të mirë.
me përgatitje më të mirë, studentët më të mirë, njerëzit që kanë performansat më të mira po na ikin. Dhe kjo është një humbje jashtëzakonisht e madhe për shoqëritë tona, për shtetet tona. Andaj mendoj se nëse duam ta bëjmë rilidhjen me ata njerëz, e para që është e domosdoshme dhe imanente, mendoj se duhet të fokusohemi urgjentisht në ndërtimin e politikave të cilat do ta ndalojnë këtë gjakderdhje demografike që po na ndodh. Duhet patjetër të gjejmë mekanizma si i ndalim njerëzit këtu. Dhe pastaj në fazën tjetër mund të ndërtojmë edhe politika të cilat krijojnë kushte në vendet tona që edhe do të kthehen të rinj tanë. Por hapi i parë me do e mos mendoj se duhet jetë krijimi i kushteve të domosdoshme që njerëzit të realizohen në gjitha komponentat e tyre intelektuale, ekonomike, kulturore, arsimore në vendin e tyre dhe të mund të krijojnë perspektivat e tyre në vendin tonë. Një prej arsyeve kryesore pse të rinjt po na ikin është një element shumë i rëndësishëm, mungesa e shpresës. Mendoj se me gjitha proceset demokratike dhe turbulencat që na kanë ndodhur në vendet tona, duke qenë të fokusuar në betejën brenda politike, partijake që e kemi e që e zhvillojmë çdo ditë, kemi harruar se ne çdo ditë po dërgojmë mesazhe të rinj tanë se në këtë vend nuk ka shpresë për ta. Se gjithçka është e politizuar, se partia është rruga e vetme drejt avancimit të tyre, ndërsa sot ne shumë mirë e dim se të rinjt tanë duke qenë të ndërlidhur me gjitha proceset globale në botë, ata duan ta realizojnë vetveten në bazë të meritave të tyre, në bazë të arritjeve të tyre, në bazë të sukseset dhe performansës të tyre. Dhe shtetet tona e kanë të domosdoshme ta realizojnë këtë detyrë, përndryshe mendoj se e ardhmja e shteteve tona, shoqërive tona nuk do të jetë e ndritur. Prandaj, nëse duam tash të edhe një hap më tej të shkojmë dhe duam të identifikojmë problemet kryesore në shoqëritë tona, nuk është rënd. Unë jam i bindur që sapo ti përmend disa argumente dhe disa faktorë, ju mund t'i shtoni edhe disa të tjerë, por më lejoni vetëm sipërfaqësisht t'i përmendi 3-4 arsyet kryesore që mendoj se çojnë deri te arsyeja që njerëzit dhe të rinjt ta braktisin vendlinjen e tyre. E para mendoj që është tundimi i ligjit. Dhe kjo mungesë dhe dëshirë e të rinjve për të jetuar me një shtet të drejtë nuk mund të kompenzohet në asnjë mënyrë tjetër përveç se me sundimin e ligjit dhe shtetin e së drejtës. Andaj, çfarëdo që bëjmë, duhet ta dimë gjithë ne që jemi përgjegjës të institucioneve kryesore në vendet tona, duhet ta dimë se ky element po bëhet domosdoshmëri. Ne çdo ditë duhet i kushtojmë vëmendje këtij elementi. Unë jam shumë i lumtur se në disa prej vendeve tona ka përparim dhe avancim këtë drejtim. Natyrisht edhe Shqipëria është një prej vendeve të tilla që ka dëshmuar se ka fokus drejt sundimin e ligjit, por nëse të rinjt tanë vazhdojnë të ikin jashtë, ky është indikatori më i mirë i dështimit politikave tona. Dhe mendoj se nëse jemi politikanë që e duam sinqerisht ta dëgjojmë zërin e popullit, nuk janë zgjedhjet indikatori më i mirë. Nuk janë zgjedhjet mesazhi më i mirë që na vjen prej popullit. Mesazhi më i mirë që na vjen prej popullit është a kemi mund t'i ndalim të rinjt jetojnë në vendin e tyre. Prandaj, nëse sot një i ri ka marrë valigjet e tij dhe po kërkon biletën për ta prerë në ndonjë kryeqendër evropiane, ta dini se politika dhe shteti ka dështuar pikërisht atë ditë. Dhe askush prej neve nuk guxon ta sheh veten të amnistuar. Mendoj se duhet politika të shohim në dy sisteme, në dy nivele. Politikat ditore, ndërpartijake janë një nivel. Por politikat e interesit nacional, kombëtar,
shtetëror nuk guxojnë të ndërlidhen dhe të futen në si me thanë, në vorbullën e politikave ditore, se pastaj rrezikojmë shumë nga e ardhmja shteteve dhe shoqërive tona. Për ta përmbyllur, për shkak se kemi edhe shumë panelistë që kanë shumë më shumë për të thënë, shumë fjalë më të mençura se të mia, dua ta sjell një segment të udhëpërshkrimeve të Edith Durhamit, e cila në fillim të shekullit 20 ka qenë edhe në Shqipëri dhe ka përshkruar në mënyrë fantastike gjithë karakteristikat e shqiptarëve. Dhe në një bashkëbisedim thuhet se e ka shoqëruar një oficer shqiptar i cili ka mbaruar Akademinë Ushtarake në Itali, dhe kur Edith Durhami e pyet për gjendjen ekonomike të tij, dhe kur ai tregon se gjendja e tij është jashtëzakonisht e vështirë, Edithi i ofron që ai të shkojë bashkë me të në Angli dhe atje të jetojë për shkak se kushtet me atë shkollim dhe me atë përgatitje profesionale në Angli do të ishin jashtëzakonisht më të mira. Dhe përgjigjja e oficerit shqiptar më ka mahnitur, andaj desha ta ndaj sot me ju, pikërisht duke vendosur në kontekstin e temës të cilën po e flasim. Ai ka thënë, e nderuar Edith, unë besoj që Zoti më ka lindur në këtë vend për një arsye. Edhe pse ende nuk kam arritur ta kuptoj atë arsye, do të vazhdoj e do të jetoj e do të vdes në këtë vend derisa ta kuptoj. Kështu që me këtë fragment po e mbyll fjalën time, duke falënderuar edhe një herë edhe për mundësinë, edhe për vëmendjen shumë të madhe që e kishit ndaj dëgjimit fjalimit tim. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Gashi për fjalën tuaj, po edhe për fjalët e sinqerta, se na duhen fjalët e sinqerta edhe në këtë panel. Unë do doja që të shkoja tek fjala e radhës, do të ftoj ministrin për administratën publike në Malin e Zi, zotin Marash Dukaj. Faleminderit të nderuar kryetar Peleshi dhe Gashi, i dashur Taulant, deputet, ministra, e dashura diaspor bashkombas nga kudo që vini, është një kënaqëri dhe privilegj i veçantë që ndodhen në mesin tuaj, jo vetëm si ministër i administratës publike, por edhe si në një farë mënyrë si zëvendës kryeministit zoti Xhelosha, i cili për arsye të ndryshme nuk mundi të jetë pjesëmarrës. Është një moment shumë i veçantë kur flasim për diasporën, se nuk mund të lidhemi me simbolikën, por duhet të lidhemi me politikë konkrete, me atë që është thelbësore për demokracinë tonë. Unë do ta ngrej një tezë këtu që besoj e shpresoj se është e lidhur ngushtë me temën. Unë e përshëndes atë çfarë ka bërë dhe po bën politika shqiptare për diasporën, dhe vota natyrisht që është një nga veçoritë kryesore, por për mendimin tim kjo nuk mjafton. Pse nuk mjafton? Sepse duhet të bëhet edhe përfaqësimi i diasporës, jo vetëm në aspektin ekonomik, social, e ku ta di unë, por edhe në aspektin politik, pra në vendimarrje. Falënderit Zotit, po flasim për një diasporë të jashtëzakonshme, për të rinj të shkolluar kudo në botë, atyre duhet t'u jepet mundësia patjetër që të jenë të përfshirë në vendimarrje. Unë vin nga Mali i Zi dhe duhet të ndalim tek pika kyçe që është vota e diasporës, po vota është themelore, e thash, nuk mjafton. Aja garanton pjesëmarrjen, por jo domosdoshmërisht përfaqësimin. Nëse ndalemi tek vota, krijojmë lidhje minimale, ndërsa demokracia kërkon një raport të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm midis diasporës dhe institucioneve. Dhe pikërisht duhet të potencoj një rast konkret këtu diasporën e Malit Zi, diasporën e Tuzit, diasporën e Malësis, e cila për herë ka qenë dhe është një
lidhje e pandalshme, diçka që në kontinuitet ka qenë afër nesh në çdo proces. Dhe pa rolin e saj, ne nuk do të jemi sot ku jemi. Pe lidhi konkretisht dhe rastin e fundit me fitimin e komunës së Tuzit, e jo vetëm, por që diaspora jonë nga Malezi, nga Tuzi ka qenë aktive në të gjitha nivelet. Posaçërisht duhet të përmend një raport dhe një çështje mallore siç është pavarësia e Kosovës, ku diaspora jonë ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm duke filluar nga protestat e Washingtonit në State Department e deri tek fronti, dhe kjo është e pamohueshme. Përvoja jonë në Maltëzi e vërteton përfaqësimin se numrat nuk janë gjithmonë ata që mund të jenë vendimtar, por nga angazhimi dhe vizioni, unë sidomos nga viti 2019 duhet të potencoj politik bërjen e forumit shqiptar në krye me liderin Nik Gjeloshaj, i cili së bashku me të gjithë shqiptarët i herë në Tuzë e më vonë ka ndryshuar politik bërjen tek shqiptarët në Maltëzi, dhe jam i sigurt që këtë historia do të dëshmoj. Në të njëjtën kohë, bashkëpunimi me Shqipërinë dhe roli i kryeministrit Edi Rama na kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë në krijimin e një hapësire të gjerë në koordinimin dhe mbështetjen për shqiptarët në rajon. Në fakt, Shqipëria sot, pra politika zyrtare sot, po e bën atë çfarë e thot edhe vetë kushtetuta, dhe pra duhet t'i falenderojmë. Por ajo që është më e rëndësishme për këtë diskutim është se përvoja e shqiptarëve në Maltëzi tregon një gjë shumë konkrete, që përfaqësimi nuk duhet pritur si një hap që vjen vetëm nga jashtë sistemi, por duhet ndërtuar nga brenda tij, si që mund bëhet vetëm përmes pjesëmarrjes aktive, organizimit dhe këmbguljes së qartë dhe vizionit të qartë politik. Prandaj, sfida jonë sot nuk është vetëm të garantojmë pjesëmarrjen e diasporës në zgjedhje, por të ndërtojmë mekanizma që e bëjnë atë pjesë të vendimarrjes. Kjo kërkon një qasje më të gjerë dhe më të guximshme. Nëse e shohim këtë në kontekstin e integrimit europian, bëhet edhe më e qartë se kjo nuk është vetëm një zgjedhje politike, por është një domosdoshmëri. Sepse procesi i integrimit nuk ka të bëjë vetëm me përfaqësimin e ligjeve, por me ndërtimin e demokracie të qartë, vizionare, funksionale që përfaqëson qytetarët e saj në mënyrë reale kudo që ndodhen ata. Dhe në këtë kuptim, diaspora nuk është një element shtesë i këtij procesi, por një pjesë e rëndësishme e pandashme. Do të mbyll me një reflektim të thjeshtë. Përvoja jonë tregon se kur shqiptarët janë të bashkuar, janë të organizuar, të përfshirë aty ku u takon, ata arrin të ndërtojnë përfaqësim real dhe në kushte që nuk janë gjithmonë të njëjta, dhe në kushte besa që nuk janë shumë herë as të lehta. Kjo duhet të na bëjë të reflektojmë më seriozisht për mënyrën se si e trajtojmë ne diasporën. Pra, jo si një realitet që na mbështet vetëm nga jashtë, por si një pjesë që duhet të jetë brenda sistemit. Sepse, në fund, demokracia nuk matet apo vlerësohet vetëm nga pjesëmarrja, por nga përfaqësimi, dhe sa më i gjerë dhe sa më real të jetë ky përfaqësim, aq më e fortë bëhet vetë demokracia jonë dhe kombi jonë kudo që ndodhet. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit zoti Dukaj, ndërkohë që do të jap fjalën të ftuarit të radhës, do të bëja një ftesë që të mbanim pak qetësi në sallë në mënyrë që dëgjonim pak më qartë njëri tjetrin, se kjo bisedë është shumë e rëndësishme. Kështu që e kuptoj që shumë prej jush mund të jenë miq që prej shumë kohësh nuk janë takuar, por për të respektuar edhe panelin.
Do t'i jap fjalën deputetit Kuvendit të Shqipërisë dhe kreut grupit parlamentar të mazhorancës, zoti Tauland Balla. Faleminderit, mirë se keni ardhur gjithë. Do doja që ta filloja fjalën time me një kujtesë të një miku të veçantë të shqiptarëve që u nda nga jeta pak ditë më parë, Eliot Engel, veprën e të cilit besoj që duhet ta përshëndesim gjithë me një dorë trokitje të madhe. Jo pa shkak e kujtova kongresmenin e shqiptarëve, si quhet Eliot Engel, në Kongresin Amerikan për shumë vite me radhë, sepse mendoj që Engel ishte një shembull, edhe pse nuk ishte shqiptar, por bëri atë që një shqiptar do ta kishte bërë nëse do ta kishim një kongresmen. Kryetari i Kuvendit përmendi faktin se në këto zgjedhje të radhës amerikane, vetëm në shtetin e Michiganit konkurojnë për Kongresin Amerikan 3 shqiptarë në primaret e partive tyre dhe shpresoj deri në fund edhe në fund garës. Dhe ky është një arritje e madhe jona, duke shpresuar që do të kemi një kongresmen shqiptar në Kongresin Amerikan dhe pse jo, ndoshta më vonë edhe një senator. Ndërkohë që në këtë sallë të zbukuruar sot, kemi një numër të konsiderueshëm shqiptarësh të cilët janë të zgjedhur në pushtetin vendor apo dhe në parlamente të vendeve ku shqiptarët jetojnë, në 35 prej tyre që sot janë përfaqësuara në këtë samit. Shoh Ervin Ramaliun, i zgjedhur vendor, i cili mban edhe shiritin e nderit me flamurin italian dhe poshtë ka edhe kravatën me flamurin shqiptar. Çohu ta shohim çika të mos e mbaj fshehur flamurin. Tregoje e përmenda sepse kam qenë dhe kam vizituar atje. Është një shembull i mirë se si një shqiptar i zgjedhur në një organ të pushtetit vendor në një prej komunave të Italisë Veriut, është edhe si një pikë reference për gjithë shqiptarët që kanë një hall apo një problem në atë zonë. Ky duhet të jetë modeli ynë, se si ne arrim të krijojmë një rrjet të gjithë shqiptarëve të zgjedhur kudo në botë, të cilët përveç punëve të përditshme që lidhen me detyrën që kanë, duhet mendojnë se çfarë bën gjatë asaj dite për Shqipërinë, për Kosovën, për shqiptarët e Maqedonisë Veriut, të Malit Zi apo të Luginës Preshevës. Sepse kjo është modeli që në fakt nuk po e shpikim ne. Vende tjera që nuk dua t'i përmend e kanë diasporën e tyre avokatin më të mirë dhe më të madh të çështjeve tyra kombëtare. Dhe mendoj që nga ky samit i 4 diasporës, një prej gjërave që duhet ta mendojmë për samitin e 5 dhe kohë kemi boll deri atëherë, të krijojmë edhe rrjetet tona të zgjedhurve, të deputetëve, pra antarëve të parlamenteve, por dhe të antarëve të grupeve të këshilltarëve në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore. Janë dy organizime të cilat do të na bënin më mirë për të qenë më të sinkronizuar me njëri tjetrin. Shoh këtu një prej miqve tanë, Shuaipin, i zgjedhur në parlamentin e Serbisë. Unë e di shumë mirë se sa e vështirë ka qenë gara herën e fundit, apo jo Shuaip. Dhe një prej arsyeve është që ne shqiptarët nganjëherë nuk dim të kuptojmë që kur vjen puna për çështje kombëtare duhet të bëhemi bashkë. Do të kishte qenë më e thjeshtë për Shuaipin nëse do të ishte vetëm një kandidat shqiptar, po pastaj kur fillum të ndahemi, gara na u bë më e vështirë se sa duhet. Edhe pse e dinin gjithë se i vetmi që mund zgjidhej ishte vetëm Shuaipi, apo e kam gabim. Dhe prandaj mendoj që ka ardhur koha që
të mendojmë edhe në këto vëndet e tjera ku garojmë. Muharrem Saliu kandidoi për Parlamentin Evropian. Nëse shqiptarët e 4 rajoneve të Italisë do të ishin bërë bashkë më mirë se sa u bën, ne do të kishim një antar të Parlamentit Evropian. Por nuk ja arritëm dot, sepse nuk u bashkuam dot aq sa duhet. Edhe prandaj duhet kujtojmë gjithmonë atë mësimin e Skënderbeut se bashkimi bën fuqi. E prandaj mesazhi i këtyre samiteve të njëpasqyrshme diasporës sonë është për të bërë bashkë. Në fund, padyshim që duhet them dhe diçka sa i përket pjesës së përfaqësimit të diasporës në Shqipëri. Zgjedhjet e fundit ishin një fitore e madhe e demokracisë sonë, e cila ishte e cunguar për 35 vite me radhë, sa kohë që ata që janë motori i ekonomisë sonë prej shumë vitesh, diaspora, nuk merrnin dot pjesë në zgjedhje. Koha ishte e shkurtër ndoshta nga fundi korrikut të 2024-s deri kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri gati gjithë infrastrukturën, por e vërteta është që më shumë se 300.000 shqiptar në diasporë shfaqën interes për të bërë pjesë e zgjedhjeve, 248.000 prej tyre u regjistruan, e plot 202.000 prej tyre e dërguan zarfin me fletën e tyre të votimit. Rezultati i zgjedhjeve ishte i rëndësishëm, po më e rëndësishme ishte fakti se shqiptarët diasporë votuan. Në 2029, kur shqiptarët e diasporës do duhet votojnë përsëri për parlamentin shqiptar, kemi kohë mjaftueshmërisht për të përgatitur, edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të lejuar më shumë kohë. Dhe natyrshëm që partitë politike duhet i japin më shumë hapësirë përfaqësimit të diasporës. Unë jam shumë krenar si pjesë e shumicës parlamentare që brenda në grupin tim parlamentar të kem prej atyre që erdhën nga diaspora, konkuruan dhe fituan dhe janë antar të Parlamentit të Shqipërisë. Por më shumë duhen përfaqësues nga diaspora në kuvendin e Shqipërisë, sigurisht më shumë shqiptar duhet të mbështesim kudo që ata jetojnë, të jenë përfaqësues të vendeve ku jetojnë, por dhe përfaqësues të Shqipërisë dhe të çështjeve tona kombëtare. Besoj që këto dy orientime dhe këto dy drejtime kryesore duhet i kemi pjesë të një qasje të re për më shumë përfaqësim të shqiptarëve kudo që ata jetojnë. Rrofë Shqipëria, rrofshin shqiptarët kudo që jetojnë. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla. Tashmë do të ftoj për fjalën e tij të fundit, që më pas të vijojmë edhe me pyetje përgjigje, zotin Ankel Rexhepi, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar. Nderuar kryetari i Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, nderuar kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, nderuar zëvendës kryeministër të Malit të Zi, nderuar deputeti Balla, të nderuar bashkombas. Në arkitekturën e fjalës politike ka nocione që nuk janë thjesht për kufizime, por orientime. Kur flasim për diasporën, flasim për një realitet të largët. Flasim për një pjesë jetike të kombit tonë. Diaspora është forcë kombëtare. Ajo ruan identitetin, gjuhën dhe lidhet me atë dheun edhe larg kufive. Diaspora është edhe forcë ekonomike. Ajo ka mbajtur dhe vazhdon të mbajë gjallë familjet dhe zhvillimin në vendet tona. Diaspora është edhe forcë sociale. Ajo ndërton ura, krijon mundësi dhe përfaqëson kombin tonë në arenën ndërkombëtare. Por për ne, shqiptarët e Luginës së Preshevës, diaspora është edhe më shumë se kaq. Ajo është mbështetje, është zë dhe shpeshherë është shpresa për të ardhmen tonë. Shqiptarët e Luginës së Preshevës janë një komunitet autokton në Serbi, për të cilin demokracia përfaqësuese
mbetet një sfidë në praktikë. Dua të ndalem shkurt në disa çështje konkrete që përcaktojnë jetën e shqiptarëve në luginën e Preshevës. Së pari, pasivizimi i adresave. Një fenomen që po prek shqiptarët e luginës së Preshevës, duke i privuar nga të drejtat bazë, nga vota, prona, deri te qasja e shërbimeve publike. Përmes këtij procesi administrativ, në praktik po ndodh një zvoglim i pranisë së shqiptarëve në regjistrat shtetëror, i cili prodhon pasoja e si pasojë po ndodh spastrimi etik përmes mjeteve administrative. Kjo praktik kërkon trajtim urgjent dhe serioz institucional. Së dyti, mosnjohja e diplomave. Një i ri që diplomon në Kosovë kthehet në luginë dhe përballet me një realitet të padrejtë dhe shumë të hidhur. Diploma e tij nuk njihet nga shteti serb. Pra kemi plot 18 gjenerata që nuk i njihen diplomat dhe ata detyrohen të emigrojnë. Mosnjohja e diplomave nuk është një mosmarrveshje teknike. Është një embargo ndaj së ardhmes. Është ndalimi i mobilitetit real për një brez të tërë. Është një ndërprerje e vimësisë dhe dijes e dinjitetit. Në një botë ku diploma është çelësi i integrimit, këtu në luginë të Preshevës ajo kthehet në dëshmi të përjashtimit. Së treti, ekonomia dhe mbijetesa. Gjendja ekonomike nuk është e thjeshtë në luginë të Preshevës. Është një iniciator zhvillimi, është faktor i shpërnguljes. Pra Presheva ka mbi 75% të papunësisë. Sipas statistikave zyrtare të Serbisë, renditen ndër komunat më të varfëra në Serbi. Ndërsa së katërti janë marrëveshjet. Pala shqiptare që qeverisë në luginë të Preshevës ka 3 marrëveshje të nënshkruara me qeverinë e Serbisë. Por asnjëra prej tyre nuk është zbatuar edhe pse ishin nënshkruar para faktorit ndërkombëtar. Kjo dobëson besimin dhe vën në pikpyetje seriozitetin institucional të vendit. Së pesti, bllokime i fondeve nga Republika e Kosovës dhe Shqipërisë. Në praktikë kemi rastet ku fondet e dedikuar për luginën e Preshevës janë bllokuar ose penguar në zbatim. Kjo ka prekur drejt për drejt bujqit e luginës së Preshevës, të cilët sot përballen me pasiguri dhe mungesë të mbështetjes që u takon. Në të njëjtën kohë janë prekur edhe sektori më i ndjeshëm i cili është arsimi. Janë prekur nxënësit e shkollave fillore, kur fondet e destinuar për ta janë bllokuar, duke ndikuar drejt për drejt në kushtet dhe mundësitë e tyre për mësimdhënie. Dhe kur bllokohet mbështetja, realisht bllokohet zhvillimi. Prandaj sot kemi 2 shtete shqiptare, ku Republika e Kosovës ka institucionalizuar mbështetjen për luginën e Preshevës me mbi 4 milion euro në vijën e saj buxhetore. Gjithashtu, edhe Ministria e Kulturës së Shqipërisë, në koordinim me Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Beograd, ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Këshillin Kombëtar Shqiptar për një sër projektesh që lidhen drejt për drejt me kultivimin e vlerave kombëtare. Në të njëjtën kohë, më lejoni të bëj një thirrje të sinqertë për të gjithë ata që na dëgjojnë apo dhe që janë prezente. Në çdo takim, në çdo kryesë dhe në çdo vendimarrje, mbajini në zemër luginën e Preshevës dhe Sanxhakun. Bëuni zëri tyre kudo ku vendoset për të ardhmen e rajonit. Por duhet të jemi qartë. Ruajtja e identitetit nuk mund të zëvendësojë garantimin e të drejtave të njerëzit. Prandaj, kërkojmë ndalimin e pasivizimit të adresave, njohje të diplomave, mbështetje të barabartë ekonomike dhe zbatim të marrëveshjeve. Sepse në fund, një qytetar pa adresë, një i ri pa të ardhme,
një bujk pa mbështetje, shkollat shqipe pa libra dhe marrëveshjet pa zbatim, janë realitet që nuk mund të injorohen. Dhe për këtë arsye, nuk mund të ketë stabilitet të qëndrueshëm në Ballkan, përderisa shqiptarët e Luginës së Preshevës vazhdojnë të përballen me forma të theksuara të diskriminimit. Sepse stabiliteti ndërtohet mbi barazi dhe drejtësi. Sepse drejtësia nuk është luks politik, është kusht ekzistence. Dhe ajo fillon në momentin kur heshtja pushon të qenet opsion. Faleminderit. Faleminderit zoti Rexhepi. Tashmë është momenti që të bëjmë një bashkëbisedim me ju, po dhe të ftuarit cilët janë panel, kështu që do doja të jemi sa më konciz dhe sigurisht interaktiv me njëri tjetrin. Po e nis me zonjën me që e shoh të parën që ngriti dorën. Mbaj mikrofonin pak më afër, po. dhe ka një mandat që punon drejt për drejt nga politika e sigurisë dhe mbrojtjes së Bashkimit Evropian. Por jam këtu si qytetare shqiptare, si edhe kemi ka qenë jemi interesuar nga historia e Shqipërisë. Sa vite ke në Berlin? Aktualisht 3, po unë jam larguar nga Shqipëria që 25 vitesh. Mrekulli. Pra sa mundemi ne që të mbështesim edhe si Shqipëria ata të cilët po kandidojnë jashtë, po janë përfaqësues. Okej. E qartë. Ke dikujt në panel që do t'ja drejtosh pyetjen konkretisht? Zotin Pelesh. Gashi, po, për zotin Gashi. Një koment, po, për ju. Edhe për zotin Peleshi. Nëse mund të ndizni mikrofonin. Faleminderit për pyetjen. I kemi si në parlament. Pra, si mundet që gjithashtu ne të ndihmojmë ata shqiptarë të cilët janë jashtë dhe kandidojnë jashtë në për institucionet ndërkombëtare? Po, ne e kemi hallin tonë. Mendoj se duhet të ndërtojmë në frymën e fjalimit që e kisha, duhet të ndërtojmë kapacitetet të ngrejmë kapacitetet institucionale të shtetit tonë, të shteteve tona, shoqërive tona, dhe pastaj natyrisht ajo do reflektoj edhe jashtë. Mendoj se është imanente mbajtja e raporteve dhe gjetjes së kanaleve të komunikimit
mes mërgatës tonë dhe shteteve tona amë. Kjo, mendoj, një mekanizëm që e kemi, ajo është përfaqësi tona konzulare diplomatike, dhe këtu mendoj se mund të bëhet edhe një koordinim i shteteve të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë Veriut, Malit të Zi, aty ku kemi përfaqësues diplomatik, një koordinim mes atyre përfaqësuesve do ishte në funksion të komuniteteve ku këto përfaqësi diplomatike edhe veprojnë. Nga ana tjetër, në plot shtete të Europës perëndimore, gjithashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, komunitetet shqiptare nuk rrinë si ishuj të izoluara, por gjejnë mënyra të ndryshme të organizimit të jetës së tyre, qoftë kulturore, artësimore, kombëtare e kështu me radhë. Andaj mendoj se një ndërlidhje dhe mbajtje e komunikimit institucionale mes përfaqësive tona diplomatike dhe shteteve amë dhe gjithashtu mes organizatave të ndryshme që i kanë të themeluara komuniteti shqiptar në Mërgat, mendoj se do t'ishte një platformë e mirë për mbështetje të këtyre figurave politike të cilat mund nesër të përfshihen në institucionet apo në parlamentet, në pushtetin lokal e kështu me radhë në vendet ku ata jetojnë. Duke përmendur edhe duke u ndërlidhur me fjalën e kryetarit Peleshi, edhe gjithashtu me zotit Balla, të cilët e përmendën rastin e Michiganit, gjithë ne jemi të vetëdijshëm se kemi kohëve të fundit plot shqiptar të suksesshëm në vendet europiane të cilët kanë arritur të futen në kuvendet e vendeve të cilat ata jetojnë. Dhe kjo nuk është bërë pa ndihmën si me thënë, sensibilizimit etnik kombëtar të këtyre komuniteteve të cilat vendosen në shërbim të atyre personave të cilët ekziston edhe shpresa që ata përveç se do jenë zë politik, partijak i një strukture të cilët ideologjikisht ata përfaqësojnë, gjithashtu mendoj se do të ishin një zë i fuqishëm i diplomacisë shqiptare edhe të ndërtimit të imazhit të ri të shqiptarëve në Europë dhe gjithkund në botë, duke na përfaqësuar jo në nivelet më vetëm kulturore apo organizative të organizatave jo qeveritare, por tashmë duke qenë pjesë e vendimarrjes dhe politikbërjes në institucionet më të larta shtetërore, duke nisur nga kuvendet, nga qeveritë e kështu me radhë. Mendoj se kjo do të ishte një perspektivë që duhet fokusoheshim në të ardhmen. Nëse arrita të temat që ju e kërkonit. Faleminderit për pyetjen. Po zoti Peleshi. Është ndezur, po. Po çohem se kuptoj që ka vështirësi për të dëgjuar. Unë dua ta plotësoj pak fjalën e kryetarit. Ai e trajtoi shumë mirë në aspektin institucional dhe të përpjekjeve që duhet bëjë diplomacia jonë dhe gjithë institucionet e tjera për të qenë më pranë diasporës. Unë do ta kap në një kënd tjetër që e thash diku dhe në fjalën time, në aspektin emocional edhe shpirtëror. Kemi qindra mira qytetarë, shqiptarë në diasporë që bëjnë sukses. Bëjnë sukses të frymëzuar nga vetvetja. Pra, nga nevoja për të rritur profesionalisht, për një mirëqenie më të mirë për vete, për fëmijët, dhe kjo është njerëzore. Unë mendoj që ne të gjithë bashkë këtu na bashkon një fjalë, na bashkon Shqipëria apo shqiptaria, që është diçka më shumë se sa çfarë bëjmë ne individualisht për jetën tonë, për karrierën tonë, për familjen tonë. Pra, nëse dikush apo gjithkush prej nesh ka një dimension të vetin, e jeton jetën në një dimension, në dimensionin në gjatësi. Pra, ecën për gjatë jetës me synimin të jetë çdo ditë më mirë se sa dje. Ne duhet të gjejmë një dimension tjetër të jetës. Pra, ta jetojmë jetën së paku në dy dimensione, edhe në gjatësi edhe në gjerësi. Shqipëria është dimensioni i dytë, edhe i tretë po të doni, i jetës sonë individuale.
Pra nëse gjejmë një motiv, një narrativ kombëtare të përbashkët, që është qëllimi për ta bërë Shqipërinë një vend të dalluar mes vendeve më të mira të Europës dhe të botës, atëherë çdo shqiptar kontributin për veten do ta ndajë dhe me kontributin për këtë kauzë kolektive. Pra, ta ndërtojmë, ta ndërtojmë dhe ta bëjmë tonën një kauzë kolektive të përbashkët, një narrativ unifikuese që ta dinë të gjithë shqiptarët të vegjël apo të mëdhenj, kur ti pyesësh ti për çfarë jam shqiptar, ti për çfarë punon, për çfarë jeton, përveç vetvetes të flasin edhe për këtë narrativ historike kombëtare. Dhe ky summit ndaj ka një vlerë shumë të madhe, sepse i bashkon këto ëndrat dhe qëllimet individuale me një fill të përbashkët që është Shqipëria. Kjo mendoj unë është një detyrë jo vetëm e politikës apo e pak institucioneve, është një detyrë e të gjithëve. Së pari e botës akademike për shembull. Unë vetë jam shumë kritik ndaj faktit që ne kemi, edhe po e them shumë hapur, që ne kemi 2 akademi shqiptare. Një akademi të shkencave shqiptare në Kosovë dhe një në Shqipëri. Nuk na ndalon askush të kemi një botë akademike të përbashkët, një akademi të përbashkët. Dhe kur të bashkojmë, siç kemi gjuhën të përbashkët, kur të bashkojmë edhe historinë, përpjekjet akademike, universitetet tona, plotësuar pastaj edhe me punën e çdo institucioni sipas përgjegjësisë, mendoj që do arrim një pikë kur të gjithë shqiptarët në gjithë botën, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, Malnezi, kudo ku jetojnë nëpër botë, të përsërisin të njëjtin tokë fjalësh për Shqipërinë. Të njëjtin ëndër për Shqipërinë, pra një narrativ kombëtare unifikuese. Kjo është ajo që i jep dimensionin e dytë dhe të tretë jetës tonë. Faleminderit. Faleminderit zoti Beleshi. Po. Pyetja e radhës. Ju lutem vetëm pyetjen dhe direkt kujt do t'ja drejtoni sepse po u zgjatëm me komente. Po. Po besoj do bëjmë dhe pak diskutim, se ndryshe s'ka kuptim të ishim këtu. Sepse pyetjet ne paga shumë e dimni në institucioneve raport me ne, institucionet nuk di çfarë. Vetëm afro mikrofonin, të lutem. Atëherë, unë jam Alban Daci, jam antar i urdhit gazetarisë në Itali dhe kam 20 vjet kontribut në mediat shqiptare. Një ndër betejat më të rëndësishme të mia përmes studimeve, publikimeve dhe intervistave televizione ka qenë e drejta e votës e migrantëve. Dhe sot po flasim për një temë shumë të rëndësishme. Kam shumë kënaqësi që kam kryetarin e parlamentit edhe zotin Balla, i cili përfaqëson shumicën në parlament, por duhet i themi disa gjëra siç janë. Së pari na kanë dhënë një drejt kushtetuese që na takon dhe na e kanë dhënë me vonesë. Pra nuk është se është bërë nder. Dhe kjo ka munguar për shkak të vullnetit politik, që s'është arrit më përpara. Së dyti, është dhënë gjysmë të drejtës, sepse kushtetuta thotë që ne kemi drejt dhe të zgjedhim, jo vetëm zgjedhim. Dhe 180.000 vota këtë radhë nuk kanë prodhuar asnjë përfaqësim nga diaspora shqiptare. Dhe me këtë kod zgjedhor nuk mund të prodhoj. Me këtë kod zgjedhor nuk prodhon. Sepse o ka një mekanizëm që unë duhet jem në listat e hapura dhe do gjetë gjithë shqiptarët e Italisë që janë në qarkun tim, ose duhet jem në listat e mbyllura të Partisë Socialiste dhe s'u jap llogari fare këtyre momentin që u bëm deputet, ose i Partisë Demokratike. Dhe ka plot formula, zoti Balla e di shumë mirë, formula e Italisë është që duhet zonë elektorale për emigrantët, pra që të prodhojnë mandatin e tyre, deputetin e tyre. Ne s'kemi nevojë për deputet që rrin kafe në blok dhe s'ka pasur kur përjetësime emigranti dhe s'ka lidhje fare me botën e emigrantëve, por ne duam emigrantë cilët japin llogari në zonat ku banojnë. E qartë. Dhe deputetet janë shumë të rëndësishëm. Ne kemi një shërbim diplomatik shumë të mirë. Edhe në shërbimin diplomatik, unë besoj që Shqipëria ka mundësinë e artë që shumica e diplomatëve i kanë në diasporë pa pagesë. Edhe duhet integrohen fizikisht, jo vetëm me formula në shërbimin diplomatik. Këto mirë arsimuarit, këto që janë pjesë e rëndësishme në Shqipërisë jashtë, a ka mundësi tjetër pjesë faktike e ndërtimit të shtetit të Shqipërisë. E qartë. Kam dhe një pyetje për kryetarin e Parlamentit të Maqedonisë. Me që unë jam gatibër e vogël, jo gatibër e madh. Para 3 vjetër, zoti kryetar, sepse diaspora shqetësohet dhe për shqiptarët maqedonin, shqetësohet dhe për Tiranës.
erdha me makinë nga Rumania, Bullgari, kufi me Maqedoni. Dhe po na vononin kot për një flet që quhet siguracion fletetar. Nuk me them për asnjë tip, por është një rast që besoj ka raste të tjera. I them flet anglisht, jo. Flet italisht, jo. Zoti Balla i thash e dit. Flet rumanisht, jo. Atëherë thash ti e ke detyruar të më fol shqip me mua. Dhe përfundimisht unë nuk arrita më marrë vesh me të, na vonoi 2 orë, sepse unë nuk e kuptoja që ai po më thoshte që do të bëj fletët e vet në hyn Maqedoni. Kemi kalu ka kufirin e Maqedonisë, e kemi ardhur deri në Dibërtman. Ideja ime ishte që të shisha tabela shqip. Nuk kam pa asnjë lloj tabele shqip, asnjë lloj rrugë derisa kam marrë Dibërtman. Okej. Alban, faleminderit për pyetjen. Pyetjen e parë po ja drejtoj zotit Balla nëse ka një koment dhe më pas zotit Gashi. Një mikrofon, ku të kesh dëshirë, mund edhe aty nga podiumi, po. Sa i përket çështjes reformës zgjedhore që ju thoni, jeni mirëpritur të vini në kuvend ku bëhen diskutimet për reformën zgjedhore. Ju keni kandiduar vetë, mos gaboj, dhe e dini që të zgjedhësh duhet që të votohesh. Partia Socialiste, cilën kam nderin ta përfaqësoj, kishte përfaqësues nga diaspora dhe në listat e mbyllura dhe në listat e hapura. Dhe donim të ishim të sigurt që të kishim kuvend përfaqësues diasporës dhe kemi. Bujar Rexha, për shembull, në listën e Shkodrës, ishte në listën e mbyllur, pasi kaloi një pjesë të mirë të jetës së tij në Michigan, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, u rikthye. Dhe po përsëri në listën e Shkodrës, me që fillove nga Koka, nga kreu nga Shkodra, edhe me përzbritur poshtë, kishim edhe një profesoresh e cila ishte në listën e hapur, natyrshëm nuk u zgjodh dot, por e tillë është gara, e tillë është betejë elektorale. Megjithatë, ju përmendët tu modelin e Italisë, unë nuk jam partizan. Besoj që më dini mirë, nuk bëj pjesë nga ata që t'ju bëj qefin ju këtu dhe t'ju them që shiko se modeli i Italisë. Tani modeli i Italisë është më i keq i mundshëm. Sepse nuk mund ta përfaqësojnë diasporën vetëm 5 deputet italian në një parlament me 600 antar. Për mendimin tim është e pandershme. Ndërkohë që unë mendoj që të 140 deputetët e Kuvendit të Shqipërisë kanë brenda tyre, unë e kam këtu diku ke pjesë e zemrës, votat që më ka dhënë diaspora. Kështu që faleminderit. Faleminderit zoti Balla. Zoti Gashi, po. Ju lutem nga vendi, vetëm afro mikrofonin. Do mundohem, faleminderit për pyetjen. Ju ngritet një çështje që është shumë komplekse. Dhe në këtë auditor dhe në këtë kohë është rënd të shpjegohet një çështje komplekse në një kohë të shkurtë dhe në një mënyrë të thjeshtë. Vetëm disa momente po i hap që të mund të vim deri te arsyeja pse çështja është komplekse. Natyrisht shqetësimin që ju e keni hasur, ne shqiptarët e Maqedonisë jetojmë atë shqetësim çdo ditë. Dhe në vitin 91, kur Maqedonia u bë e pavarur, ajo u themelua si një shtet i kombit Maqedonas. Dhe shqiptarët në kushtetutën e parë ishin vetëm një pakicë kombëtare. Në vitin 2001 u bë një luftë dhe u arrit marrëveshja e Ohrit, në të cilën me një amandament kushtetues u vendos një formulim për gjuhën shqipe, i cili e lë përdorimin e gjuhës shqipe me ambiguitete. Dhe prandaj sot kemi plot çështje të hapura, kemi protesta të studentëve, kemi plot shqetësime në arealin shqiptar për shkak se nuk arrin ta kuptojnë saktësisht kompleksitetin e përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ky është një shqetësim shumë i madh i shqiptarëve të Maqedonisë.
gjithë partitë politike, gjithë shqiptarët synojnë rreth barazisë gjyqësore në vend, por fatkeqësisht edhe me kushtetut, edhe me ligjet ekzistuese, kjo barazi gjyqësore nuk është de jure, nuk është institucionalizuar në kushtetut edhe me ligje. Kemi një amandament kushtetues i cili ka një formulim me ambiguitete, si që thash, kemi një ligj që quhet për ligji për përdorimin e gjuhëve, dhe në klapa vetëm thuhet shqipe, dhe prandaj janë gjitha këto probleme. Ajo që unë mendoj se duhet ta bëjmë, duhet ta themi qartë dhe në mënyrë shumë të sinqertë se cili është problemi sakt. Mendoj se është bërë një gabim në të kaluarën kur është shpallur Shqipja zyrtare dhe barabartë me maqedonishtën, dhe tash kur njerëzit hasin në probleme, nuk e kuptojnë pse ndodh ky problem. Mendoj se mënyra më e mirë që të përballemi me një problem, e ta zgjidhim, është t'i themi gjërat ashtu siç janë. Pa i thënë ashtu siç janë, nuk mund t'i zgjidhim. Dhe unë jam i tharë i qasjes të sinqertë ndaj qytetarëve, dhe mendoj se, dhe jam i bindur që çdo shqiptar në Maqedoni ka synim që një ditë Shqipja të jetë gjuhë e barabartë me gjuhën maqedonase në vendin tonë. Faleminderit zoti Gashi. Zonja e cila e ka ngritur dorën në rreshtin e parë, ju lutem. Zonja këtu. Vajza, okay. Më ndihmoni dhe me një mikrofon tjetër në rreshtin e parë. Po, përshëndetje. Unë jam Eva Baçi, vi nga Bologna. Kam ikur që studente 27. Të lutem dhe një herë emrin? Eva Baçi. Eva, nga Bologna. Bologna, mrekulli. Jetoj për 27 vitesh në Bolognë. Kam ikur që studente, pastaj mbarova dhe ngel atje. Dëshira e madhe, dëshira për të kthyer në Shqipëri është shumë e madhe. Ndaj dhe marrim pjesë në për samite, sepse presim gjithmonë një dritare të hapur nga toka mëm për të kthyer, që të futemi, të na hapi derën. Atëre, trama e këtij samiti është shkruar shumë bukur. Si ai regjizori që shkruan tramën shumë të bukur, dëgjojmë narrativa, po mungojnë aktorët kryesorë që është diaspora. Ky është samiti diasporës. Dhe mendoj se përveç hapjes, që fjala detyrimisht duhet t'u jepet ministrave, kryeministrit, presidentit, aktorët kryesorë jemi ne. Unë kam shkruar dhe personalisht për të folur, doja që të bëja një diskutim, dhe nuk më dha drejta e fjalës. Kështu që duhet i mbarojmë këto filmat e bukur, që ne vetëm dëgjojmë, po ne aktorët kryesor nuk kemi të drejtën e fjalës. Kjo është njëra. Si puna ime që kemi, unë kam mbaruar 3 fakultete në Bolognë, kam 2 specializime, si unë dhe shumë të tjerë këtu që vim nga Bologna. Po. Kemi kërkuar shumë herë dhe kontakte të hymë, të japim kontributin tonë, sepse unë punoj 14 orë në ditë në kuesturën e Bolognës, në shërbim të një shteti të huaj, po unë mund të bëj dhe 20 orë, po për vendin tim, dhe jam në vendin tim, sepse kam investuar unë për përgatitjen time, nuk ka investuar Shqipëria. Kjo është gjë e parë. Atere, jo, kjo u bë e dyta, Eva, po që t'i japim radhën edhe të tjerëve, do të ftoja me zemër që t'i lëm kohë të gjithëve për nga një pyetje. Pero unë nuk kam vend ku të flas. Eko pse me shumë kënaqësi. Absolutisht, patjetër. Përndryshe ne ngelemi vetëm numra. Unë nuk bëj biletën të vi që andej këtu për të qenë thjesht një numër që mora pjesë. Nuk funksionon kështu. Unë kam ngel shumë keq dje kur u dhan çmimet. Në krahun tim, ndoshta nuk e njihni, është një nga imprenditorët shqiptar që jep punë 350 familjeve dhe ju nuk dhat një premio. Është një person që është bërë vetëm, e ka filluar nga zero, Astrid Poti. Dhe nuk pash të paktën t'i përmendej emri. Ju jeni largë realitetit, flas për politikanët, jeni largë realitetit, ju nuk jeni afër me ne. Zotrin do marrë unë përsi për t'aftojnë program për historinë e ti suksesit. Shiko, ai nuk ka nevojë të jetë i njëjtur sepse realitetin ne ku jetojmë, ne dim kush na përfaqësojnë, ne dim kush është në shërbim të komunitetit, ne dim atë që bën secili prej nesh, po jemi pa përkraje.
dhe ku nuk të përkrash shteti yt, kur ti nuk jep kontributin në shtetin tënd. Unë për Italin jam më e përgatitura, po jam thjesht një huaj, dhe pse jetoj 27 vita ndej, dhe pse kam cittadinancën. Nuk ka punë, ne duam të kthehemi në vendin tonë. Dhe këto panelet e ndara nuk janë mirë. Ku ishim atje të gjithë secili, gjithë ne aktorët që jemi kryesorët, duhet të flasim, të sjellim problemet, në qoftë se duam konfronto. Jo që unë vi këtu, vetëm të gjoj politikanët. Narrativa është shumë e bukur, po ju nuk e keni iden që ato të thotë sakrifica, që ato të thotë të mbarosh shkollën andej, ku ne kemi punuar 14 orë në ditë dhe gjithë natë venim në biblioteka duke studiuar, pasi për krajë dhe pasi ndim. Hapni dyer, sepse Shqipërisë nuk i mungon truri. Keni mbyllur dyer të gjithë personave që janë të përgatitur. Eva, Kaq kisha. falenderoj shumë për fjalën tënde. Kam edhe shumë gjëra të tjera, po të Falenderoj. vjen mundësia, unë diskutimin e kisha përgatitur. Zoti Taulant Balla, je i pari që je larg, shumë larg realitetit. Votën mund ta kalosh dhe 4 vjet të tjera, po në histori duhet të kesh një emër, sepse jemi të gjithë vetëm di pasazho në këtë botë. Okej, duhet të lëm një emër. Jo vetëm të vjedhni edhe të siguroni njerëzit tuaj. E dashur, po. Ju lutem, kërkesa... Ju lutem. Zotri. Do ju ftoja që të gjithëve, e kuptoj që ky është paneli parë dhe është paneli që do të hapte summitin për bisedë. Po do ju ftoja që të gjithëve që të qëndrojmë tek tema e diskutimit. Pyetjet që keni, komentet dhe shqetësimet tuaja, jam shumë i bindur që një pjesë të madhe i kanë dëgjuar, se janë pjesë e politikës që ju kanë takuar, por e rëndësishme është që të bëni pyetje konkrete dhe të përfshini të gjithë panelistët. Po, kush e kishte radhën? A mund të flasun të lutem? Po, Sonja. Emrin Në Lodër, Stari. Kam qenë kandidate për deputeti që duam dhe ditë them që jam jashtëzakonisht mirë, pavarësisht se gjithë kandidojmë për X vende, 10-15, nuk është të thënë se gjithë do të hyjmë në parlament. Po nuk them që nuk ka punë në Shqipëri. Prandaj jena këtu sepse gjithë e dona Shqipërinë. Tash kam një pyetje për zotin Gashi dhe një pyetje për zotin Peleshi. Zoti Gashi, a keni ndonjë plan se si t'i sjellim këto emigrant, qoftë në partitë politike, qoftë në gjitha fushat tjera, pasi unë përderisa kandidoj aty do kisha dashur që t'jem në bashkinë, unë jam nga Shkodra, në bashkinë e Shkodrës për shembull. Por me qenë se nuk mu dha mundësia, dëshiroj që t'jap kontributin në vendin ku jetoj. Dhe jam shumë e kënaqur. Jo të bëj politikë. Politika është që t'ju shërbej njerëzve, jo t'jena në karrikë. Edhe unë, kjo ka qenë ideja kur kam hi në deputeti që dua. Kjo ishte pyetja. A kena një projekt, si duhet që t'i sjellim, sepse emigrimi ekziston kudo. Edhe në Angli ka, nga Anglia në Gjermani, nga Gjermania në Poloni, emigrimi ekziston. Është anasjelltas. Kurse për zotin Peleshi kam një pyetje. A duhet ose a keni ndonjë plan për pensionet Shqipëri-Angli që të njihet, siç e keni bërë kontratën me Italinë, që t'i ndihmojmë, duke qenë se unë përfaqësoj edhe komunitetin shqiptar në Surrey, në Londër, me qenë se kandidoj, që t'ju them diçka, nesër pas nesër në qoftë se unë do zgjidhem, do jem një urë lidhse për to. Edhe më pëlqen, nuk e bëj se du t'jem politike, du t'jem një ndihmes. Me zotin Balla jena taku disa herë dhe i kam thënë që në fillim, unë du t'jem një urë lidhse, nuk do t'jem mora një vend dhe mrekulli, Linda. Faleminderit për pyetjen. Një koment shkurtër zotit Gashi, me që e dham pak a shumë, ka qenë një pyetje në gjitha rastet dhe më pas tek zoti Peleshi. Po. Faleminderit shumë për pyetjen. Është evidente që nuk ekziston një plan i qartë se si ne mund t'i hapim dyert për këta njerëz që në mënyrë shumë personale, individuale, si që tha edhe zonja më herët, kanë arritur t'jenë të suksesshëm në vende me demokraci shumë më të avancuar se sa vendet e tona.
Mendoj që janë dy elemente shumë të rëndësishme që duhet i kemi parasysh kur të ndërtojmë platformën apo konceptin se si mund t'i rikthejmë mërgjimtarët tonë në vendet tona. Pyetja kryesore që duhet t'i gjejmë përgjigje është a mund të krijojmë kushte më të mira të jetesës në vendet tona se sa që janë në vendet ku ata njerëz jetojnë. Pa u bë këtu më mirë se atje njerëzit nuk vinë. Dhe ky është imperativi ynë, ky do të jetë fokusi ynë. Ne duhet bëjmë çmos që vendet tona të funksionojnë si një demokraci e vërtet perëndimore zhvilluar me institucione të drejta demokratike kështu me radhë. Dhe çështja e dytë që mendoj se është gjithashtu e rëndësishme është çështja e kultivimit të atë dhe dashurisë në sistemet tona arsimore. Mendoj se e kemi lënë anash pak këtë element, për shkak se në fund të ditës duhet ne t'i rrisim gjeneratat e reja me pyetjen jo ku është më lehtë të jetosh, por për ku je i thirrur që të shërbesh. Politika është shërbim, andaj derisa ne nuk i shërbejmë shteteve tona, shoqërive tona dhe qytetarëve tanë, njerëzit që jetojnë në mërgim nuk do të gjejnë forcën që të kthehen në vendin e tyre ku edhe shpirti edhe zemra ju fle më rahat. Faleminderit shumë për pyetjen. Faleminderit. Zoti Peleshi, me që pyetja ishte shumë konkrete për pensionet. Po, para se shkojë pensioni, vetëm një fjali për zonjën, foli me shumë shqetësim. Po. Dhe është e drejtë që ky summit nuk është vetëm për monologje, po është edhe për të folur vetë përfaqësuesve të diasporës, por në fakt është ndërtuar si i tillë. Pra, siç e tha edhe ministri i jashtëm, janë, mos gabojmë, 19 panele dhe në panele flitet, siç po flasim ne këtu, siç folët ju, siç po flasin të tjerë, siç do flasin të gjithë ata që do ta kërkojnë fjalën brenda hapësirës së kohës të këtij paneli. Dhe sa i përket vlerësimeve, vlerësimet nuk do të thotë se ata që morën dije dekorata, vlerësime, tituj janë të vetmit dhe më të mirët dhe më të mirëve. Sepse vlerësimet janë gjithmonë subjektive, vlera e vlerësimeve është te simboli, te simbolika që përcjellin. Pra, ajo që ngelet është Shqipëria vlerëson kontributin e shqiptarëve të vetë edhe në vendet shumë të largëta, siç ishte për shembull Florida apo në gjithë botën, për t'i dhënë një mesazh gjithë diasporës për vëmendjen që vendi am ka ndaj diasporës. Pra nuk duhet marrë tani tek natyrisht që mund të ketë histori suksesi madje edhe më të spikatura. Nuk do të thotë gjë se nuk ishim vlerësuar sot. Unë mendoj që çdo vlerësim ishte vlerësim për çdo shqiptar në gjithë botën, për punën që bën në diasporë, për veten e vet dhe për vendin. Sa i përket çështjes pensioneve, ju e dini që qeveria shqiptare tani po flas në emër të tyre, të qeverisë, për pjekjeve të ministrave, është duke u marrë shumë aktivisht me çështjen e pensioneve në gjithë botën. Nuk është një çështje e lehtë, shumë delikate, sepse nuk është një kërkesë thjesht burokratike, por shkon dhe me një faturë për vendin partner. Deri tani ja kemi dalë me shumë sukses me Italinë, dhe kjo ishte një fitore shumë e madhe, sepse në Itali është një nga komunitetet më të mëdha të shqiptarëve. Marrëveshja është firmosur, është funksionale. Jemi në bisedime intensive me Greqinë, ku është padyshim pjesa më e madhe e shqiptarëve, me Britaninë, me sa u informova në ndërkohë, kemi dërguar kërkesën për të filluar bisedimet, nuk duket e lehtë, pra nuk duket e shkurtë, do të marrë kohë, sepse përgjigja e parë ka qenë kemi sisteme ndryshme dhe kemi vështirësi për të kalkuluar pensionet e tjera, por gjithsesi ky summit ka vlerë sepse këtë çështje që ju ngritët tu, unë patjetër do ta përcjell edhe te ministrat e qeverisë që t'i japin më shumë forca edhe për Britaninë e Madhe, ashtu si kundër po punojmë në shumë shtete ku ka diasporë. Po, do zoti Balla që të përgjigjet. Po. Ato që tha Linda Idrizi, Linda kandidon për antare e Këshillit në një nga mini bashkitë e Londrës.
por është ai shembulli që ju dhash në fjalën time. Linda kandidon për liberal-demokratët, ndërkohë që një vajzë tjetër shqiptare kandidon për konservatorët. Tani shumë mirë, po një sekond, shumë mirë. Nuk është shumë mirë sepse komuniteti shqiptar duke i ndarë votat për gjysmë nuk do dalë asnjëri. Si shumë mirë. Si shumë mirë. Domethënë, shumë mirë është nëse ne bëhemi bashkë dhe nxjerrim njërin, shkojmë i ndajmë të dy dhe nxjerrim asnjërin. Ja kemi marrë dorën kësaj pune. Dhe ky është shembulli tipik i rastit dhe unë i kam mbështetur të dyja vajzat, edhe Lindën dhe po s'ka ç'ti bëj. Kështu që mësoni pak nga Skënderbeu, ky është puna. Po, Linda do të shtosh diçka? Zoti, edhe pse unë isha pjesë e deputetit që duam në Partinë Socialiste, me qenë se nuk u zgjodha sepse është krejt e natyrshme, nuk mund zgjidhemi të gjithë, mu dha mundësia dhe kandidova për liberal-demokratët, të cilën është një gjë krejt e natyrshme, sepse po ndihmoj komunitetin atje, ka njerëz shqiptar, ka polak, gjerman, angles. Nuk e di a marr apo nuk e marr. Në këtë rast, ne duhet jemi gjithë shqiptar të bëjmë diçka për vendin tonë. Nuk është të thonë që gjithë ne do vim këtu. Jo, nuk është të thonë. Edhe atje ne mund të bëjmë diçka për lidhjet na i krijojnë, besoj, kush do qoftë, nuk është Partia Socialiste apo Partia Demokratike. Pyetja tjetër ishte diçka për ty zoti Pleshi, sepse e lash për gjysmë. Linda, të lutem, jo, e di pse, sepse dua të lexoj dhe pyetjet cilat janë online, nëse do t'i mbetet radha vetëm një personi, nuk i përgjigjen dot pyetjeve të tjera. Të lutem dhe përpiquni që ta shpërndajmë pak panelin, mos t'jem vetëm pyetjet për zotin Peleshi dhe Gashi. Mesazh nga njerëzit në Londër për Po tani na mirë kuptoj edhe ne. Okej. Po, dua një pyetje nga ai djali i ri që ka ngritur dorën aty. Nga djali. Jo, do t'ja jap atij djalit sepse dua të dëgjoj edhe një zë të ri. Po patë mundësi. Ndihmoje pak, po do ja jap vajzës, pa merak. Të bëhet pak favor dhe mosha. Po. Ndizeni mikrofonin. Dhe nëse ka ndonjë pyetje dhe për zotin Rexhepi dhe për zotin Dukaj, mund ta bëni. Po. Përshëndetje të gjithëve, quhem Jon Bislimi, jam nga Lioni i Francës. Jon, nga Franca, po. Student në drejtësi dhe kryetari i shoqatës studentore Alea, e cila e përthekon, le të themi, Lionin, rajonin, edhe ndoshta edhe Francën, sepse jemi vetëm shoqat në Francë. Si student, edhe profesionist të rinj. 44.000 student shqiptar, shqipfalës janë në rajonin e Lionit, vetëm në Lion. Përveç kësaj, dua ta falenderoj shumë kryetarin e Maqedonisë, kuvendit Maqedonisë, më falni, cili e potencoi se diaspora nuk thuhet diasporë, por mërgat. E kemi këtë problem semantik edhe në shoqat të ne, edhe në shoqat të tjera. Një gjë tjetër... Vetëm jo në afroje mikrofonin, të lutem, po? Dhe pyetje, ke një pyetje? Po, pa tjetër. Të votosh pa përfaqësim, pa llogaridhënie, nuk ja vlen. Kosova pe bën, edhe është pyetja ime. A keni bë studime, ndoshta kur ja keni dhënë drejtën e votës shtetasëve shqiptar në Shqipëri, a keni bë studime me çfarë roli diaspora sot funksionon në Kosovë në aspektin e votës, në aspektin e përfaqësimit. Kosova, që ta dini, sot e kemi një problem kryesor, nuk kemi ulse përkatëse për diasporë, kur jemi 500.000 persona jashtë Kosovës, edhe nuk kemi ulse përkatëse në parlament. Ta shpytja ime është, a mos jemi pak të instrumentalizum, sepse fundja fundit jemi votus, po në qëfëse duam të kërkojmë llogaridhënie, nuk mund t'ja marrim ulsën deputetit. Pyetja për ndoshta zoti Balla ose edhe kryetarëve të kuvendit. Faleminderit shumë. Pra përfaqësia në parlament. Duhet kuptojmë samiti është edhe për këtë çështje, pra për ndarjen e ideve.
Ke një koment, zoti Balla? Pyetja ishte për përfaqësimin në Parlamentin e Kosovës. Mirë, po marrë si model. Po, patjetër. Edhe Kosova ka zgjedhur të njëjtin pak a shumë model zgjedhor. Në Kosovë ka një listë kombëtare, ku brenda listës kombëtare zgjidhet edhe me preferencë, nuk e ka një preferencë vetme, ka një numër preferencash, deri në 10 preferenca. Unë nuk është korrekte që të bëj një koment se si duhet ta bëj Kosova ligjin e vet zgjedhor. Por është fakt, dhe besoj që këtë duhet ta themi, që në zgjedhjet e fundit ishte një numër shumë i madh vëllezër motra shqiptar të Kosovës që morën pjesë në zgjedhje në të gjitha format që e ka Kosova, pra edhe përmes votimit në konsullat apo në ambasadë, edhe përmes votimit me postë, por edhe përmes prezencës direkte duke shfrytzuar dhe festat e fundvitit. Dhe është model për t'u parë, për shembull në rastin ton, për shembull për t'u parë dhe ky modeli i votimit nëpër konsullata, por mos harroni që është një numër shumë i vogël. Ndërkohë që këshilla ime për partitë politike në Kosovë është që të përfshin në listat e tyre sa më shumë përfaqësues të diasporës, duke filluar nga ideali aty i shkëlqyer i shoqatës studentore të Lionit. Faleminderit. Faleminderit. Po, një pyetje tjetër, të lutem. Vajza me që je mora mikrofonin. Po, zoti Gashi ndërkohë përgjigjet diçka, një koment shkurtër. Për shkak se pyetja ishte drejtuar edhe për mua, do ta jap një përvojë të Maqedonisë së Veriut, e cila para disa viteve kishte një formulë që rezervoi 3 vende për deputet nga Mërgata, një nga Europa, një nga Amerika Veriore dhe një nga Australia. Por për shkak të pamundësisë për të votuar në përfaqësitë diplomatike konsulare, ky model u braktis. Mendoj që te propozimi im, te ideja ime që mendoj se në këto samite është mirë të analizohet. Mendoj se mënyra më e mirë që të përfaqësohet Mërgata jonë është digitalizimi dhe mënyra elektronike e votimit. Çdo qytetar, që është shtetas i Kosovës, i Maqedonisë, i Shqipërisë, i cili kudo që jeton në botë, mund të votojë në mënyrë elektronike dhe nëse ai bëhet pjesë e listave të hapura, e ka mundësinë e garës së barabartë që të bëhet deputet dhe ashtu ta përfaqësojë komunitetin. Mendoj se duhet shtetet tona të përgatiten për një proces të digitalizimit dhe mënyrës elektronike të votimit, siç është Estonia, e cila është kampione në votim elektronik, por edhe në disa shtetet e Evropës kjo metodë, kjo mënyrë të votimit, mendoj se ju jep hapësirë më të madhe dhe qasje më të mirë, sidomos trive edhe për pjesëmarrje edhe për të zgjedhur në parlament. Faleminderit. Faleminderit. Një pyetje për Marash Dukan? Kush ka një pyetje për Marash Dukan? Zonja. Përshëndetje pjesëtar të diasporës, përshëndetje pushtetar të kombit tonë. Falenderoj shumë për ftesën që na bën, edhe na krijon mundësitë që të themi edhe ne di fjalë për të mirën e vendit tonë. Nga jeni i nderuar? I nderuar. Emër? Unë jam Rushit Kamishi, jam origjinë nga Bulqiza. Nga Bulqiza. Kam punuar në minierën e Kromit, kam qenë dhe ushtarak, kam shërbyer në dy sistemet, sistemi monist ishte uni, edhe s'kishte tjetër, që si në erdhë demokracia u shliuam edhe na nga emocionet, nga shtrëngimet, edhe fëmijët në rritën, shku në diasporë, dola pension për akoshëm, edhe unë diasporë ka 24 vjetë. Po, pyetjen tuaj. Pyetja ime është, me qenë se paketa e malëve është miratorë. Kemi pengesat theksume ligjore nga ligji 7501. Sepse
ne kemi qenë punë shteti, kemi qenë larg vendlinjës, edhe s'kemi pas mundësi që të bëjmë letrat individuale si mas ligji 7501. Një ligj që ata parlamentarë nuk mund të thejmë kriminella, po ligj kriminal se akoma dhe sot po vriten bashkomësit tonë nga i ligj famkeq. Më e keq se ligji i reformës agrare Monizu. Po e shpytë njëri, po të ligjet vetë. E qartë. Atëhere, lidhje me këte. Po paketa e maleve të ky paneli është pak bisedë që nuk qëndronin nderuar. 10 vjet unë jam i ligjit. Jam dakord me ligjet e shtetit. Po jo te ky panel. Atëhere, nuk ma japin mu se s'kam, o pronat në emër Gjishit. Gjishi ka tek edhe baba. Tani me që pyte për të se paketa e maleve është pikërisht për të të shpëtuar nga kjo pjesa 7500. Pyet tash, pyet se s'u shpëton dot. Po pra, po nuk shpëton, nuk të shkoj në Korap ndërtoj, po të ndërtoj aty ke toka e flakut tim. Po aty pra. A pra, pikërisht. Po s'ma jep pra komuna. I kam bë kërkesë ka 10 vjet. Shkoj ke noteri, thot. Jo s'ke punë fare me noterin, fare. Se kështu shkoni ke noterin që t'ju marrin në i lek noterin. Atëre, prit tash, prit. A do përgjigjen? Jo të t'jap këtë mendimun ty. Jo mendimin. Jo, se nuk është kohë për mendim, tu është kohë për përgjigje. Nëse ke në plan të bësh një gjë te toka e gjyshit tat. Nuk do e bëj, do djali im sa ndërtos. Djali jot shumë mirë. Shumë mirë. Atë tokën që t'ka lënë gjyshi, bëj kërkesën ke Këshilli Bashkiak i Bulqizës dhe Këshilli Bashkiak i Bulqizës brenda 30 ditëve nga kërkesa do të ta miratoj tokën për të bërë atë ndërtimi që do bëj djali. Kaq. Po s'ko më ke noteri, as ke gjyqtari. S'ko ke Këshilli Bashkiak, prandaj kemi bërë paketën e maleve. Vetë herë kam bërë kërkesë, zotni. Po se ke bërë pra kërkesën, ma jep mua kërkesën. Hajt, pa birë mu. Do ta ndjek unë te Këshilli Bashkiak i Bulqizës. Faleminderit. I nderuar për parlamentin. Të lutem, i nderuar. Unë kam punuar mirë e Kromit Bulqiz, edhe dihet se çaj situata është janë minatorët atje. Janë paguar me një pak si në zi vjetojnë. Nuk u miratu ligji për statusin e minatorit. Kam protestu, është premtu që ishtë në 2013 kam qenë edhe unë atë me zotin Edi Rama Bulqiz, në atë miting, e kemi përgëzu edhe kemi votu masivisht se Bulqiz ka qenë gjithmonë në djathtë. Se ka qenë rënuar nga sistemi. U këthemi edhe në votën, akoma asi. Inderuar. Aq me e keqe, një deputet inderu mund të jetë, i krahasoj minatorët e Bulqizës me balerinat e oprës. Një fije e randë, shumë e keqe. Zotri, unë shpresoj që në këtë mandat do të jep një status e minatorit. Më falë. Jo, kam një moment shumë të rëndësishëm. Të lutem, më dëgjoj pak. Më dëgjoj pak. Më ndihmon stafi. Kam harxhu lek zotni. Kam harxhu lek, kam marrë apo stafat për të më ditë për patriotë e mi. Nuk themu se s'ka bo punë shteti. Sepse ne kemi ka hec fshati im është te kulla hubi. Ka pas ministra, ka ardhe kry ministri, i dhonë prioritet, aje nuk në fund botës, po në fund ka të njëtohen, 50 km me Tiranën. Më falë. Atëre, për te, kanë arë shumë... Të lutem, do më digjosh, inderuar, të lutem, do më digjosh. Tani, këtu kemi të gjithë nga diaspora që kanë ardhur në summit. Jo me diasporën, mas bëjt debatin. Janë të gjithë nga diaspora që kanë ardhur në summit. Televizor, atëherë bëjt debat. Jo me ne. Kemi diku tek një orë që po flasim, bëjmë pyetje përgjigje që të marrim edhe ne komentet. Pension tu, ka punone e ne atje me djalin tim. E kuptoj shqetësimin tënd, po shqetësimi nuk është për te ky panel. Nuk është për te ky panel. Tani më mirë kupto dhe mua nga parlamenti duhet nisma ligjore. Kaloja mikrofonin zonjës që të marrim nga një koment edhe për ftuarit e tjerë, sepse unë qofse keni ndërmend ta ndërtoni tani ta respektojmë zotin Marash dhe zotin Rexhepi që gjithashtu kanë ardhur këtu në panel të bëjmë nga një pyetje nëse mundemi. Vajza, nëse mundesh tek zonja, kishte një pyetje për Marash Dukajn. Po, tek zonja. Vetëm pak shpejt. Përshëndetje dhe respekt, Kaltrina Hoti nga Hoti Kujit, Flava Malizi. Respekt për deputetin ton Marashaj. Pyetja është,
A ka mundësi që pakica shqiptare në Malëzi të mos trajtohet si pakicë, mbasi jena popull autokton? A mundet në të ardhmen më kriju një, çfarë të bëjmë, ligja, diçka, që të dallohemi që jemi popull autokton? Faleminderit. Faleminderit. Po. E dashura Kaltrin, faleminderit për pyetjen. Kaltrina, sa ta dini se Kaltrina është një shembull i mirë i shqiptarëve në Malëzi, një artiste e vërtetë e cila është kthyer nga New Yorku për të jetuar në plavë vëllëguci për të ruajtur ato treva shqiptare shumë të rëndësishme dhe autoktone. Ndër trokitje për Kaltrinën, ju lutem. Sa i takon pyetjes suaj që është shumë me vend, e ju e dini vetë se ky është një problem që është i kahmoqshëm, i verifikuar, i votuar dhe i nënshkruar nga shumë marrëveshje të cilat edhe në kushtetut, në fakt, por që realiteti, ju e dini vetë, dhe historia dëshmon se shqiptarët në Maltezi janë popull autokton në trojet e veta, dhe ashtu do t'jenë, dhe ashtu do t'mbeten. Çka është shumë rëndësishme është që ne të jemi sa më unik dhe të bashkuar, dhe vetëm në këtë mënyrë mund t'i arrisim aspiratat tona. Këtë e kemi dëshmuar edhe në Tuzë me unifikimin e shqiptarëve në vitin 2019 dhe ky kontinuitet ka vazhduar edhe sot, dhe besoj shpresoj që të ndodhin edhe në nivel të gjithë shqiptarëve në Maltezi. Ne kemi edhe shumë probleme tjera që janë kyçe për shqiptarët, ju e dini vetë, janë të kahmoqshme. Një nga to është diskriminimi i ligjit zgjedhor, se ne si Forum Shqiptar e kemi parashtruar si kërkesë jo vetëm pranë autoriteteve tona në Maltezi, por edhe pranë Bashkimit Evropian. Dhe nëse kjo ndodh tani, do të jetë shumë mirë para zgjedhjeve që do të jenë vitin tjetër, në vitin 2027. Por edhe nëse nuk ndodh, ky është një nga elementet kyçe që shqiptarët në Maltezi si popull autokton të ketë mandatet e garantuara me standardet europiane. Faleminderit për pyetjen. Faleminderit. Ndërkohë ne kemi qenë live edhe në të gjitha faqet zyrtare, paralelisht edhe në media. Unë do ndalem tek njëra në faqen e Kuvendit, i drejtohet zotit Peleshi. Pyetja është nga një studente në Paris, quhet Megi, zoti Peleshi. Studion për shkenca politike në Sorbonne. Ajo pyet, çfarë do të më thoni të ju, një të riu që ka humbur besimin tek politika, dhe çfarë sistemi vlerash duhet që të përfaqësoj unë që të gjej veten në parlamentin shqiptar? Faleminderit Megi për pyetjen, edhe besoj që është një pyetje që mund ta bëjnë shumë të rinj shqiptar në përbot. Madje para pak vitesh, 2 vitesh, kam qenë në një takim me studentët e universiteteve të mira, më të mira të Bostonit, Harvardi, Boston University, MIT, dhe më thanë një gjë që e kam thënë dhe në sallën e parlamentit, në fakt dhe nuk e haroj. Më thanë nëse do t'ishte për ne, edhe po të mos ishte për atë që shohim ne në televizor, gjuhën e politikës, akuzat që dëgjojmë që shkëmbehen ndërmjet palëve, ne do ishim kthyer në Shqipëri. Por na frenon televizori. Dhe kjo është një vërtet e dhimbshme, por nga ana tjetër, ky sistem politik është i bazuar te konkurrimi ndërmjet partive politike. Pra politika është e pashmangshme si një mjet i sistemit të demokracisë liberale, ndaj ti kthesh kurrizin politikës për shkak se ta prish veshin ndonjëherë, për shkak të disa politikanëve që ti mendon se ti ndjen që nuk të përvaqësojnë, nuk është një zgjedhje. Pra zgjedhja është që të hysh në politikë, të merresh në mënyrë aktive në politikë, minimumi të ushtrosh të drejtën e votës, dhe tani e kemi mundësinë të votojmë edhe në çdo vend të botës, aty ku jetojmë, në mos gabojmë, kanë votuar nga mbi 100 vendet botës shqiptarët në zgjedhjet e 11 majit. Pra ky është minimumi, dhe pastaj për më tepër se kaq, kush e ka vokacion të brendshëm të merret me politikë, ndonjëherë edhe duke zënë veshët, sepse vetëm përmes aktivizmit, rifreskimit politikës, shtimit të radhëve të partive politike dhe të listave politike me të rinj, jo domosdoshmërisht në moshë, por me kontribute të reja, e bën politikën më të mirë. Edhe politika evolon, është në evolucion, ashtu si çdo aspekt tjetër i jetës. Për fat të mirë ka parti
politike në Shqipëri që e kanë hapjen në ADN-n e vetë. Pra, her pas here bëjnë fushata për të hapur partinë, për të rritur antarësimet në partinë në diasporë edhe në Shqipëri. Kam përvajsim në shumë shtetet të diasporës ku kam shumë shqiptarë, pra ka mundësi, pra aty që do dhe e ka vokacion të brendshëm, të merret me politikë për ta bërë politikën më të mirë. Ky është motivi pse Megi edhe çdo student apo i ri e re nëpër botë që mund të jetë me gjak të prishur nga ato që nuk i pëlqen të dëgjojë nga gojet e politikanëve, të merret me politikë dhe së bashku ta bëjmë politikën më të mirë që ta bëjmë Shqipërinë më të mirë. Faleminderit. Dua që t'ju falenderoj që të gjithëve për pyetjet që patët. E di që pyetjet janë të shumta, po është e pamundur, mua më duhet që të mbyll panelin. Edhe zoti Gashi më duhet largohet sepse do të ketë një takim zyrtar me presidentin e Republikës. Ju falenderoj shumë, kënaqësi që ju pata. Faleminderit shumë zoti Gashi, zoti Beleshi, zoti Balla, zoti Rexhepi edhe zoti Dukaj. Faleminderit shumë. Vazhdoni që ndroni në summit, ndërkohë që eventi, mundet që të bëjnë edhe një foto zyrtare.